Vaksinën nuk e marrën, por sëmundjen po. Si shkak i kësaj, 5 fëmijë të prekur me fruth po trajtohen aktualisht në klinikën infektive. Shumica kanë pohuar se kanë pas frikë nga vaksinimi. Asnjë nuk ka qenë i vaksinuar. Në mesin e tyre është edhe rasti që mori trajtim në intenziven pediatrike për 5 ditë, nga se ishte në gjendje të rëndë për të rikthyer këtë mërkure në infektiv për rikuperim. Për më tepër gjithta pacientë të lindur me 2025 kanë pasur gjendje klinike të rëndë. Situata atyre i bëri prindrit të pendohen që nuk i imunizuan fëmijët me kohë. Janë disa që thonë se fëmijët e tjerë do t'i vaksinojnë. E fruthi si sëmundje ngjitse mund të sjellë edhe komplikime të rënda, duke mos e përjashtuar as vdekjen. Në sistemin respirator, në sistemin nervor qendror, në sistemin kardiovaskular, sëmundja e morbillit në raste me komplikime shumë të rënda mund të shkojë dhe me fatalitet. E për Institutin e Evropës Juglindore për politika shëndetësore dhe sociale, mos mobilizimi i institucioneve mund ta përmbys Kosovën si rrëfim suksesi për imunizim. Trendet e fundit, sidomos pas Covidit, tregojnë se ka rënje dhe kjo është një thirrje për me u angazhu të gjithë ekspertët, të gjithë prindrit, institucionet apo të shoqëria për me vazhdu këtë histori të suksesit. Gashi bën me dije se në bazë të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike për 2025 del që mbulueshmëria me vaksinën për fruth është 82%, duke mbetur kështu në pragun e nevojshëm për të parandaluar shpërthimet e fruthit. Mos vaksinimi nuk shkakton vetëm sëmundje, ajo shkakton edhe rrezik për vdekje dhe në këtë mënyrë rritet kostoja për sistemin shëndetësor, por në njëjtën kohë rritet kostoja për familjen, përveç vuajtjeve emocionale, mungesa nga puna, mungesa nga shkolla, edhe implikime tjera negative. Përgjatë 5 mujorit të këtij viti, 10 fëmijë janë diagnostikuar me fruth, 9 nga ta me trajtim spitalor. Me 2025 ishin regjistruar 72 raste, me 2024 vetëm 1 dhe pa asnjë vdekje të shënuar. Një valë e tillë, sikurse e tanishmja, ishte edhe me 2017.